një minok i vogël as mjekër s'kom pas mjaftueshëm. Po në atë kohë konë të tërë sistem, do me thonë, e moj menë o konë sprejnë veternik, e din shumica, kur shkojshim aty, do me thonë, e gjejshim një shok që o konë mrenda, edhe dilke e jashtë, e bëjshim me ujë edhe pasitshim këtë vullëm për me i mrena, o konë qaq problem, do me thonë, me i mrena. Aty, do me thonë, ka qenë ma fështirë me i mrena në klub, se so me morë vizë me dole jashtë venit. A ka qenë kriter mosha, apo? Mosha, që unë jem konë një rinë atë ku, se 16-17 vjetë i këmë posë, po jem konë një gjenshëm ishte isha unë, do me thonë, edhe gjesha naj shak, naj diçka, bëjsha dhe isha. Po konë sistemi, do me thonë, struktura o këshyrë shumë. Struktura njerëzve, o konë e zgjedhën shumë, kurse sot është të tërë muhabet, do me thonë, sot e këshyrë ma shumë pazarin edhe biznisin, o kuptan. Sot është qëllimi, mi bot disa femnat mira, ku me zhvillu neja. Nëse do me thonë që janë ato femnat mira, edhe meshkët që vinë ikin, se lufta bëhet për femna, po sot fatkeqësisht është rejtu mishë e o rejtë nofta e, kështi me rrallë. A është kriter mosha, a lejohen, do më thonë, personat 19 vjeç me hy ashtu lirshëm në një klub nate, Alja? Do thoja deri diko. Deri diko, do me thënë ka raste normalisht që me regula zyrtare është ajo që supozot kontrollojnë ID e tjerë, po nuk është që kam parë dhe në qofë se normalisht si femrat, si meshkujt, në qofë se duket pak më gjëren, atëherë nuk është që i pyet njëri të thëmë drejtë. Dhe vë është më shumë nga pomja, jo që realisht i kontrolloni dhe shikoni sa vjeç. Në falë që pjo ndërprejve që une... Fatkeqësisht, a? Okej, jo, në regull unë aty ku punoj, zakonisht si të shojnë që dyshojnë pomje që është i ri, me njerë e lipin kartën e identitetit. Dhe me thonë nuk mund është me i nëse e nër 18, edhe kontrolat jenë gjithmonë, zakonisht se mundet me konë dikush me nej ormë, të staftë se ormë, a koptën. Kështu që kontrolat jenë domosdoshme, si njëta natës nuk i dije që lën dikush ndikim ose a koptën. Dollin këto sene. Jajki, profesioni ytë ta mundëson, fakt ne e bisedume dhe pak para se me hyrë në emision, që ju jeni në punë edhe jeni duke bo muzik, po duket sikur e keni të gjithë klubin në kontrolla, shihni gjithë qka. Qka të karoa me pa mësë shumë të kështu gjatë këtyre viteve karierë që ke si DJ në Kosovë? Po, zakonisht, qysh edhe ceka, edhe pse jam punë, një kosisht edhe qefe edhe pi edhe vete, kontrolloj dhe më thonë edhe nejen, adin që shka më vorët edhe pe i DJs, po kështë rostë diçka specifike s'po di, po të shenë njeri të gjenje, të shenë njeri shumë të pi, se ti realisht ishe edhe njerës qysh vinë në klub edhe kur doljen, adin edhe mrena notën ndodhë gjithë shka, po si të roja, si të pirja, si gjithë shka ndodhë mrena notës. Diskutimin cilin po e bëjmë sot, në fakt kemi marrë shkas nga një lajmë në Britani të Madhe, ku një vajzë 18